Ngritja e kampusit profesional në Vlorë konsiderohet një investim i rëndësishëm jo vetëm për qytetin, por dhe për zhvillimin e arsimit profesional në të gjithë rajonin. Projekti pritet të jetë plotësisht funksional duke nisur nga muaji shtator i vitit 2027. Drejtori i Shkollës Industriale Pavarësia Gentian Boçi thekson se deri në këtë fazë janë investuar rreth 4.3 milion euro. Investimet përfshin ndërtimin e konviktit, ambienteve mësimore dhe punimet infrastrukturore që kanë nisur prej disa muajsh. Sipas tij, ky projekt pritet të ndikojë drejt për drejt në rritjen e cilësisë së arsimit profesional, pasi të gjitha strukturat do të përqendrohen brenda një kampusi modern dhe të standardizuar. Investimi nuk është vetëm për shkollën industriale, qëllimi është kthimi i shkollës industriale Pavarësia në një kampus profesional për qarkun e Vlorës, po edhe më gjerë. Një kampus i cili do shfrytëzojë më mirë kapacitetet edhe intelektuale, po edhe fizike të mjeteve të bazave prodhuese të dy shkollave, po edhe më gjerë, do ketë mundësinë përveç që dy sistemeve tona të shkollës tregtare dhe shkollës industriale, sistemit të ditës, do kemi mundësi pastaj të kemi kurse pas të mesmes, kurse profesionale, që do të thotë do ketë një numër të madh shërbimesh, shumë më shumë se sa sot, dhe këto do jenë të gjitha të përshtatura me kërkesat e tregut të punës së qytetit në Vlorës. Punimet e fazës së parë pritet të përfundojnë në janar të vitit 2027, ndërsa finalizimi i plot i kampusit është parashikuar për shtatorin e po atij viti, në kohën kur nis dhe viti ri shkollor. Punimet kanë filluar, janë duke ecur, ne jemi në bashkëpunim të përditshëm edhe me ministrin ton, po edhe me firmën që kryen punimet, për të koordinuar sa më mirë që procesi mësimor në shkollë të vazhdojë sa më normalisht. Dhe sipas afateve të vëna nga qeveria shqiptare, punimet duhet të mbarojnë rreth muajit janar. Punimet e ndërtimit, po që një godin të kthehet në një ambient arsimor, kërkon edhe investime të tjera, të cilat pa nga pak do fillojnë të bëhen gati dhe bazohen në kërkesat e dy shkollave tona. Besoj se shtatori tjetër do gjejë shkollën industriale të kthyer në një kampus profesional. Shtatori vitit 2027, ndërkohë që vlera e kësaj është? Vlera e investimit fillestar në shkollën industriale aktualit është 4.3 milion euro, po keni parasysh kjo është vetëm faza e dytë e investimeve në shkollën industriale, faza e parë ka qenë konvikti, i cili tashmë është mbaruar, rekonstruksioni total, me mbarimin e këtyre dy godinave të reja, të cilat do jenë të lidhura me shkollën industriale. Do ketë një investim për rinovimin tërësor të shkollës industriale, të godinës aktuale, ku ne bëjmë mësim. Do ketë një investim tjetër të një koshën të shkollës industriale, ku do jenë gjithë repartet e bazës prodhuese, të cilat do rinovohen. Dhe pastaj do ketë dhe një rehabilitim dhe një rikonceptim të gjithë territorit të jashtëm të shkollës, i cili besoj do jetë shumë më funksional dhe në shërbim jo vetëm të nxënësve të shkollës, po edhe të komunitetit, siç ka qenë edhe përpara se të fillonin ndërtimet. Kampusi profesional në Vlorë konsiderohet një nga projektet më të rëndësishëm të arsimit profesional në vend. Qëllimi kryesor është rritja e interesit të rinjve për arsimin profesional dhe krijimi i kushteve moderne për formimin e tyre. Referuar projektit total, vlera e investimit pritet të arrijë në rreth 10 milion euro.